Partia opozitare LSDM reagon dhe kritikon zgjedhjet e fundit në VMRO-DPMNE. Në vend të personave të ria ta thonë se VMRO ka zgjedhur bandën e vjetër. Sipas tyre, Kristian Mickoski ka larguar të gjithë nënkryetarët të VMRO-s, duke ndjekur shembullin e Vučićit për sundim absolut të partisë, ashtu siç dëshiron të sfundojë Maqedoninë. Ai emëroi miqtë e tij më të ngushtë, Tomovskin, si sekretar organizativ me qëllim që të organizoj ose kontrolloj tenderët. Pastaj është emëruar edhe njeriu i Sasho Mjalkovit nga shërbimet, me sa duket për kontakte me shërbimet ruse, Dragan Kovački. VMRO-DPMNE në mbledhjen e mbrëmshme të Komitetit Qendror bëri me dije se e kanë hequr postin e nënkryetarit të partisë, ndërsa sekretar gjeneral të partisë njoftuan se është zgjedhur deputeti Dragan Kovački. Gjithashtu emëruan për bërjen e re të Komitetit Qendror të partisë, anëtarët të cilit u zgjodhën nënkryetari deri tani i VMRO-s zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski, ministri i jashtëm Timço Mucunski, ministri i mbrojtjes Vlado Misajlovski, ministrja e financave Gordana Dimitrievska-Koçovska e funksionarë të tjerë të posteve qeveritare. Kryeministri Kristian Mickoski në deklaratën pas mbledhjes së mbrëmshme të Komitetit Qendror të partisë njoftoi se rikonstruimi në kornizat të kabinetit qeveritar do të ketë më së voni deri në qershor. Во периодот што следи ќе биде доекипирање на структурата на партијата, сите овие структури за кои што претходно говорев, Унијата на млади сили, жени, ветерани, општинските комитети, процес кој што очекуваме да заврши најдоцна до април месец и веќе во мај месец, најдоцна јуни да имаме и реконструкција на дел од ресорите во рамките на владениот кабинет, можеби на некои институции. Qëllimi i tyre, siç tha kreu i VMRO-s, është të krijojë një strukturë të fortë, efikase dhe të unifikuar, që do të ofrojë zgjidhje konkrete dhe të përgjegjshme për nevojat e qytetarëve.